Po mbahet Kosova Finance Forum 2026, i cili këtë vit zhvillohet në temën ndërtimi i besimit në tregjet financiare të Ballkanit Perëndimor. E panajiri dy ditor ka mbledhur përfaqësues të institucioneve financiare ndërkombëtare, politik bërës, investitor dhe ekspertë e ekonomisë për të diskutuar zhvillimin e tregjeve financiare dhe mundësitë për mobilizimin e kapitalit në Ballkanin Perëndimor. E pas suksesit të edicionit të parë, forumi këtë vit po shënon zgjerim përtej dimenzionit rajonal duke përfshirë gjithnjë e më shumë akter global nga sektori financiar dhe mediat ekonomike. E për më shumë do të flasim me disa nga pjesëmarrësit të cilat juftoj që të ndiqni. Qëllimi jonë është po ashtu që të kemi mundësi që të shkëmbejmë pikpamjet tona me shoqërinë civile, me organizatat profesionale, me publikun e gjerë, me sektorin privat. Dhe kjo është një rast i rëndësishëm për neve po ashtu. Pra për neve pjesëmarrja sot me përveç që është në aspektin e nderimit të ngjarjes, është po ashtu edhe në kuptimin e shkëmbimit të përvojave si me institucionet brenda vendit ashtu edhe me partnerët tonë rajonal. Ndërmjetësimi financiar në Kosovë është mbi nivelin e rajonit, pra ne kemi një sektor financiar aktualisht që mbështet ekonominë. Mirë, po kur flasim për investime dhe veçanërisht për investime afatgjata, gjithmonë ka mundësi që të ketë edhe instrumente shtesë për financim afatgjat veçanërisht. Edhe prandaj ka dhe nisma të reja siç është nisma për tregun e kapitalit, që do të jetë komplementar me sistemin aktual, dhe qasja në financa për sektorin privat do të jetë më e rritur, jo se tani nuk është e mjaftueshme, por gjithmonë ekonomia është në rritje dhe kërkohet më shumë investime. Po gjithsesi, unë e përshëndes se natyrisht edhe e kemi mbështetë si Ministri e Linjes, gjithashtu inkurajojmë ende më shumë komunikim, se për shumë arsye të ndryshme ka biznese që mund të mos e vizitojnë Kosovën, por kur e marrin një ftesë nga organizatorët e forumit, kur e shohin mundësinë që të takojnë biznese tjera që në një vend të kenë bashk edhe financat, edhe teknologjinë informative, edhe përfaqësues të shtetëror e institucional, atëherë kanë më të lehtë vendimin për të ardhur për të qenë në Prishtinë. Prandaj më gëzon fakti që është një konferencë me një numër të madh të vizitorëve edhe në nivelin institucional. Kemi Ministrin e Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, drejtorin e sekretariatit të CEFT-s, kryetarin e Strugës, përfaqësues të tjerë institucional si presidentin e Odës Ekonomike të Kosovës e kështu me radhë. Prandaj brenda përveç sektorit privat e përfaqësuesve të organizatave multilaterale institucionale si IFC-a, Banka Botërore e të tjera, të cilët e tregojnë rrethanat e të bërit biznes të Kosovë, vetë prezenca atyre tregon mbështetje të mjedisit për biznes e natyrisht edhe inkurajon investime tjera shtesë dhe bashkërendime në mes të bizneseve të vendit tonë dhe vendeve të rajonit. Forumi po mahet për herë të dytë, dhe më thënë është edicioni i dytë si vjetë, derisa në edicionin e parë jemi fokusu në Kosovë, dhe më thënë ekonominë e Kosovës. Këtë rast kemi shku në gjithë Ballkanin Perëndimor, jemi duke internacionalizu Kosova Finance Forum, sepse për të pas impaktin vetë si duhet gjithmonë Kosovën ta shikojmë në kontekstin rajonal. Kosova nuk është ishull, edhe nuk duhet të sillemi si një ishull, duhet të shikojmë të bashkëpunojmë me vendet e rajonit. Edhe deri sot, do thonë kemi pas një pjesëmarrje mbi 70 folës që kanë ardhur në Kosovë, disa prej tyre për herë të parë, edhe është shumë mirë si t'i presim mirë, të tregojmë çfarë potenciali ka Kosova dhe çka mund të bëjmë me Kosovën. Rezultati i parë është që ta promovojmë Kosovën në rajon, si një vend ku mund të bëhet biznes, ku ka potencial dhe ku mund të krijohet profit. Kjo është qëllimi i parë. Qëllimi i dytë është që të rrjedzohen njerëzit. Njerëzit shkojnë në forume që takojnë partner potencial, dhe e treta është që të krijohen projekte të përvashta.